Shqiptari I parë që ka me luftu në UFC në Serbi. Ky është Deniz Buzukja, një shqiptar për New Yorku, që realizoi ëndrrën që shumica veç e ëndrojnë. Me hi një UFC, me luftu në skenën më të madhe të MMA në botë, po mas I arriti aty, erdhen humbjet, erdhen kritikat, e u nokaut për 80 sekonda. Qaj është pika ku shumica dorëzohen, ku krejt fillojnë me shkrujt që ke marrë fund, ku njerëz fillojnë me të harru, po Denisi nuk u nal. Bile vet ka tregu që këto vitet e fundit kanë qenë ndër më të vështirat e jetës tij. Probleme personale, pauza, humbje, edhe momenti kur dosh me vendos, apo zhdukësh, apo po lufton prap. E tash vjen pjesa që çon historinë në nivel tjetër. Me një gusht në eventin e parë historik të UFC-s që mbahet në herë në Serbi, Deniz Buzukja ka me hin kafas si shqiptari I parë që lufton UFC në Beograd. Veç para menu presionin, mas nokautit, mas këtë njerëzve që menun që kanë mbaru. Tash po shkon me një vend ku krejt syt kanë me kombi të. Edhe vet ai e ka thur rikthimin e tij biblik, sepse ka njëherë nuk është inspirim mos me ra, po me uqu prap, kur ketë bota menën që ke mbaru. E tash krejt pyetja është, a kemi me pa rikthimin më të madh të karrierës Deniz Buzukës? Për më shumë video si kjo, follow Urban FM e subscribe në YouTube.